Shikues të nderuar, përshëndetje edhe një herë nga unë. Siç mund ta vëreni, jemi në Kishën Zemra e Krishtit këtu në Podgoricë. Natyrisht tani do vijojmë biseda me besimtar. Unë jam dalur kësaj here tek familja Ujkaj, konkretisht tek zotëri Kol Ujkaj, i cili është këtu me 2 djemtë e tij, me Davidin dhe Agronin. Duja vërtet ju falenderoj që gjetët kohë për të ndarë me gjithë shikuesit, për të rrëfyer atë historinë e Krishtlindjes tuaj, të familjes tuaj, dhe pse jo, të mësojmë edhe ne se si juve faktikisht e keni festuar Krishtlindjen dhe si vazhdoni edhe ditës sot ta festoni dhe ta frekuentoni rregullisht kishën si ju pashtu edhe fëmijët tuaj. Faleminderit edhe një herë që pranuat ftesën. Faleminderit edhe juve për ftesë, përshëndetje për ju dhe të gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Po, atëherë të fillojmë pak sa kolë nga vitet, ju kthej pak vite mbrapa, kur ishit ju faktikisht fëmijë në moshën siç janë djemt tuaj sot, themi këtë moshë të jetë 15 vjeçare, si mbani mend ju festën e Krishtlindjes? Po, më kthy atë në atë moshë, do të kthehem aty në vendlindjen tonë, pra në Triësh aty ku jam lindë, jam rrit. Kujtohet për ne Krishtlindja apo kështeva, siç e kemi thënë, më forti që e kemi përdor, është kanë ndër festat më të gëzueshme. Kam atysh atëherë po edhe sot. Pra, Krishtlindja, kështellat edhe Pashtë. Do janë ato 2 festa që i kem prit me shumë. Cilat ishin ato tradita që ju zakonisht i keni pasuar brez pas brezi apo ju kanë mësuar të parët tuaj? Po, traditat tash me thënë gjithmonë këto varet edhe pej fshatit e në fshat katuna, por nuk i kanë, ose edhe në atë kohën teme, mundet me thënë vesh se kanë pani shumë gjana edhe mu zbej, pra me kaluën kohën që janë sot, por më kujtohet qysh asaj që fillote pra pregaditja brellin në atë kohë. Nuk e kem ble, por e godishim, zjeshim disa javë para Krishtlindje, pra pe pishet vëzhejet ku ime atje që janë banë 3 shkite, ella ose pe i dlenjet. Godite i shumë i thjesht, por për ne i të shumë i bukur, lejte i shumë i gëzoshim, pra nështë i gëzoshim me lele sa këta që i godisin sot, apo nështë edhe ma fort i gëzoshim se ne në atë kohë jem gëzohme me ma pak se fëmija e sotit. Si ishte nata 24 dhjetorit, si e mban mend ti, si u bashkote familja, çfarë kishit në sofër dhe në mesnatë çfarë bënit? Shkonit në kishë? Po, me 24 dhjetor zakonisht atë na ka filluar para ditët deli me pre buzmin. Buzmin ka shkua i mashkull pe i shtëpijet, zakonisht nuk kanë shkua femnat. Është pre një dru pej qarët, jo pej këtyne tjera. Ka pa latë tjera, por zakonisht por gjithmonë pej qarët. A janë prej, ato që janë kënë majt nuk janë shprej, janë shkrastit ato gjana anët atë rrebe. Vehe aty edhe në Triësh atje gjithmonë, si gjithmonë për katunën mënësi, kem pa ato gjarmishtat, ato përgja shpijet, ato ku kem zakonisht është përdor edhe me tha mishin, edhe për si magazinë, ose për gjana tjera nevojat shpijës që ja kanë. Aty në atë kohë kanë gjarmi i lezën, mujnë me tha 24 orë, se në atë kohë edhe thahe i mishi, pra, por buzmi avu në gjarmë diku para natët, pra në prenim diellit, vehe i qëtohe do gjarmi fje ma tepër, por jo tepër që mu prish me ba damën mishër në ata, por vehe i buzmi aty. Më kujtohet si thmi në atë kohë, kur në vunë në mramit, pra nuk fryhej në gjarmë, as nuk theshin nëse lype i me qëtua doj rozke, kemë tha, krane, ma tepër në gjarmë, aty nuk e kanë pratikua me e thyre. Por e veshin aty janët, që të pres të kur tohe pe i gjarmit, atër afrohe nëse ishte nevojë. Do me thënë, në familja bashkoshin aty, pra rrëdhë gjarmit aty, baba dritë pastaj, kujtohet i ka falë ruzarën, pra, a i ka falë me matë gjatit e ka folë, më thënë katun në atë kohë, a i nuk e ka folë vërse ruzarë, urat, kemë thënë, jo vërse atë natë në kështelet, por aja fillote kur qysh se fillote mu gjatë pra nata, qysh fillim të natorit, pra qysh festet shumave, gjithë shanjtën vetë, edhe dhe i pashve, gjithmonë më kujtohet familja bashkoshin edhe i fleqshim atë uratën të cila shim 15-20 minuta ashtu fleqshin edhe atë natë urat, atë masë ne familja kaloshin aty ku rreshim pra në shtëpi, shkoshin në thmija në që jem kanë këm pas
do më thonë, dy vllaznit ata që janë kanë edhe të rritun, edhe janë ka familjar në atë kohë, të më kanë se baba është martua 2 herë, edhe janë ka me nanën tjetër, edhe dytën që jem ka për nanën, do më thonë, 3 motra, edhe vetë. Natër zakonisht i më të volë edhe shkoshim me pa atje të zjarmi, nuk kanë thënë a është këput, por u rrit pra, u rrit e përdoshin me atë fjalë, u rrit buzmi, edhe e këshyshim ku rrit e ata, zakonisht unë gjithmonë të aj që e shisha vetë se u rrit, shkoshim mren, u tregoshim aty familjet, edhe unë aty gjithmonë fitosha lurate. Çfarë ishte lurata? Kisha pe vllazni shumë të aty. E kem pasë gjithmonë kur është rrit buzmi, aty në atë kohë është edhe qit me arë. Nuk janë ka këso fishek gjarë të gjarë, por atë qit me arë. Aty me jepshin qit qaj fishek push, edhe të holla me jepshin kujtohej në ato kohë a kanë bela një kuqe dhe dinara në kali, parë që i ma fashën, edhe unë për atë natë ishëm i plotësuam edhe ishëm i knaqëm. Po sa i përket tryezës, tavolinës apo darkës, çfarë u servirte në tavolinë, çfarë përgatisnin femrat, gratë e shtëpisë? Po, na tash nuk e di gjithë, po na është e zhnua atë, pra pa i tha. Po. Është pa i tha. Do të është përgatit këto gjane, do me tha dejnë ora 12 natës. Nuk ka diçka speciale, është pa i thatë me peshka, apo rorizja, kërtolla, diçka tjetër, por edhim kujtohet, është pa i thatë atë natë dejnë ora 12. Po, mbas mesnatet, shkonit në kish? Kishte mesh në atë kohë? Po, mesha ka kënë vërse unë kemi jetua pra, si që thash më parë, në Trieshën, në fshatin Poprat, në pjesën e Sirmit të Bekajve, e aty ka kënë është edhe lartë, është pe aty, pra është 17 km pe aty të kisha. Edhe zakonisht ka kënë borë, nuk ka kënë si tash, për gjithmonë, në gjdo kohë gjithmonë ka kënë borë në atë kohë, edhe baba atër ishte i moshuën, e kime zakonisht rreshim aty, edhe kite kemë pasë edhe i kemë ona. Ta shtë tjirë, bela edhe kanë shkua, për shumë të tjo se ka kënë kohë shtire dimnit me rruguale. Po, po sa i përket të nesërmes, kishit vizita, shkonit, vinit me të afërmit, familjar të tjera, po kojshi në fund të fundit, si e kalonit ditën? Po, në të nesërme të në i të prapë filloshin ato, do me thonë është kanë një pe nana natet, ajo që qohe e para, e ka pas pe ati hinit ku është lez në gjarmë, aty ku lez buzmi, gjithmonë e kanë marrë, shisha e godicin një kryq në bashtin aty afër shpijet, aty ku punua. Ata ke mujtë me pa dhe në kojshi e gjithë e kom pa, godite e një kryqa kanë si shenjë falenderimin ndaj toket për atë fryt që është lanë edhe që është jetua me ta. Në të nesëm në të ka pas vizita, ka pas, por nuk janë kanë që me thanë të lartë, por ka pas aty të katunit, kanë shkua, kanë ardhë, por edhe ata që kanë ardhë për shdo ditë, nëse kanë ardhë kojshia, atë ditë që kanë ardhë për këto festa, janë pritë edhe matër, ishe ma të gëzuoshi me ma me se tjerehi. Edhe kanë shkua atër po, kanë mesh kanë shkua në Trieshë se ka kanë ditën edhe... Unë do doja të dija deri në cilin moshë ju keni jetuar në Trieshë dhe si i ri sa keni frekuentuar kishën në Trieshë, apo deri në cilin moshë keni frekuentuar kishën në Trieshë? Po, kishën deri sa atje që jam rritë, por kishën për ne që nga ka lidhë dhe nga ka shumë ma interesant. Ti në familje kem pasin Patër Zefin, edhe aj me atë katunin tonë ka shkua shumë mirë, edhe zakonisht aj gjithmonë delta që kam ka met edhe shumë me kishën edhe me meshën, aj gjatë dimnit gjithmonë edhe delte në përshpia edhe i thoshtë e meshën. I të shumë bukur e gëzueshme, ty ku e qote e meshën ato shpia që janë kanë edhe pak ma të mlaje, që i zënë të krejtë katunin, sa atër janë kanë edhe plot ati, flasë për viteve të leta, po edhe derisa ashtu e ka për cilë, meshët me i thanë, Patër Zefi deri edhe sa ka ndrua jetë me, mos jam gabim me vitin 1997 që ka vdek, do më thonë e ka praktikua. Delte e thot e meshën shtunën pramet, apo djenë pramet. Shherë ka nëllë, edhe kam ka dalë, edhe e thot e meshën bashkoshin aty, edhe kur i falenderoshin për ata, thot e makolla e kom vetëm me dalë ka se mardë ju ati. Pra vajp të mundësin, edhe aty net, edhe të moshumit, edhe gjithve për me pa mesh, pra me kanë ati, edhe e kite i harmoni të shumë e bukur, edhe mas meshat të vazhdoshin në ato lafe, me njëri tjetër në e kështu.
Ajo lidhja juaj me kishën, sa e rëndësishme është dhe sa e madhe është, jo vetëm e juaj, por të dy djemtë janë edhe në korën e kishës këtu. E dim që e frekuentoni pothuajse çdo javë, nuk e kaloni asnjëherë pa vajtur në kishë. Po, tash këtu në Podgorisë, tash për këtë, kur të flasim për këtë vend, për këtë kishë, për ne ka një rëndësi shumë të madhe. Du me kënë se neve këtu si shqiptarë, pra këtu në Podgorisë që jemë, këtu e kem, është i vetëmi vend ku mujmë lutje të gjitha me i banë dhe i Zotit me i banë në gjuhën tanë, pra amtare, por edhe fjallën e Zotit nga priftin tanë me ti në Shqip, ashtu në që e përjetojmë na mas mirit, pra. Atër është edhe tjetër e vetëmi vend ku këtu mujmë edhe mu bashkua, pra, që e kem si shqiptar, e kem pra vështë se këtu... Një shtëpi e përbashkët. Po, edhe mu taku, edhe me ne, edhe me njarë tjetër, edhe me folë shpeshtë. Atër është edhe vetëmi vend ku thmija jo ynë këtu në Podgoricë, pra, kanë ku edhe mësim besimin, po edhe aktivitetet tjera t'i flasin edhe t'i mësojnë në gjuhën shqipe. Këtu ka edhe në familje, bela që edhe në familjen e vetë nuk e ti, gjuhën shqipe e këtu pra e ti. Këtu është edhe vetëmi vend që i vele edhe të huajt, jo për ne, po edhe të huajt, si që janë përfaqësuesit e ambasadat e veta, por që janë këtu në Podgoricë, pra që sikur se është sidomos për këto festat të mëdha, se është një numër i madh pra këtu shqiptar pra që jetojmë në Podgoricë. Ata është falë gjithë meshtarëve, pra priftni që kemi këtu, që është me thonë Donjanezi që është me komësi slovene, por ai gjithë fjallët e gjithë jetën e ti për e shërben pra në shqiptarëve, qyshë në Prishtinë, atër këtu, atër në Shkodër, prapë që janë këthuje këtu, ne nga një fjallë slovene nuk e ke mësuo kurse pejti vetëm Shqip, do më thonë, edhe fjallën e Zotit të mësimet, por edhe për me ruajt kulturën tonë. Pra tash kemi do në Lekën edhe ky shqiptar, pra në Kosova, që për fillim jem shumë të kënaqur me ta, e kemi edhe do në Noshin që vërtet jem krenar edhe kem pas fat që e kem në familjen tonë, ashtu i kemi edhe motrat të cilat gjithë sa janë edhe shqiptarë ato s'po i marrë me gojë sepse janë numër i madh dhe ndrohen shpesh, pra që i punojnë fort me fëmijë tanë, e një numër i madh i trive të këtu, malësorë shqiptarë në Podgoricë, që janë në rritë për gjatynet, e sot ata janë edhe familjarë, janë shemëll pra si malësorë si familjarë të mirë, e si malësorë të edukuam e të kulturë. Atëherë dua të kaloj pak sa dhe të djemë tuaj, dua të kaloj tek Davidi dhe Agroni. David, do më tregosh sa vjeç je? 13 vjeç. Ti edhe në korën e kishës, apo jo? Këndon, apo luan në ndonjë instrument? Jo, po i bjem gitarës. Në gitarë. Është vështirë gitara? Jo. Ja, i mëson besoj shpejt gjitha ato nota që është nevojshme. Po sa i përket Krishtlindjes, të pëlqen ty kjo fest? Cila është festa të themi më dashur për ty? Është Krishtlindja apo ndonjë festë tjetër? Po Krishtlindja, pse tonë bashkohna bashkë, ashtu shkojmë në mesh bashkë. Po Agroni, sa vjeç është? 11. Po ti Agron, cili është roli jot këtu në kishë? Je ti diçka bën, je animator, apo nuk e di, duan edhe ti në kitarë? Po, edhe vetë i bje kitarë. Edhe ti në kitarë? Po, besoj se ajo është instrument fort të bukur për kishë edhe për gjithë. Bukur. Sa herë në javë keni ushtrime? Keni ushtrime shpesh herë, sidomos në prag të festës së Krishtlindjes? Po, gjithmonë e kem i herë një javë, por për Krishtlindje i fje ma shpesh. Të pëlqen të festa Krishtlindjes? Po, fort të më pëlqen se ta njëm shpi bashkë, shkojmë në meshë. Shkoni në meshë në Mjesnat? Po, në Mjesnat shkojmë gjithmonë në meshë, edhe shumë bukur, se dhe i horë janë fort i bukur. Kënaqeni. Unë do doja dhe nga një urim nga ju, cili do ishte urimi me rastin e festës së Krishtlindjes me veçanti bashkëmoshatarëve tuaj, çfarë do ju themi? Ju urojmë të gjithëve Krishtlindjen, apo jo? Po. Përsa Davidi, çfarë do ju thotë? Jo, është njësoj me shnet. Ka dorë, zemër, ka dorë. Qëtë se si sot festohet festa e Krishtlindjes në familjen tuaj? Po, kuptohet se shumë gjana kanë ndrua dhe koha atër, por
Më kujtohet mua, si që thash edhe më parë, baba ka kanë i më shumë, edhe kur i flitë për ato kohnat e tina, pra, se si janë festua, si kanë rrua, si janë shtjetua, kite, po aq dalim në të kohë, sa që ka dalim edhe qysh atër edhe sot. Me gjithë se ne mënojmë se kanë rrua gjanët, e nuk kanë shumë gjana janë zbe, pra, por edhe traditat janë malsort, i kanë festua edhe do t'i festojnë sa pe venit, po edhe kohët se kur kanë jetu edhe ku jetojnë. Çka të veçantë? Pa jo, tash ato ne jemi këtu në Podgorisë, është meshën që e praktikojmë, bisedojmë, mundohemi me sidomos me fort ajo nana që bisedon me ta, va tregon në atë kohë si është festua atër, se gjanët tash kanë rrëshua fort. Po, a mendoni se sot i kushtohet më shumë rëndësia asaj anës materiale, asaj anës shpirtimi atyre të cilët sapo janë martuar, dhe ndoshta është mirë që ta dëgjojmë nga dikush se si keni arritur ju që të vazhdoni dhe ditës sot që fëmijë, e deri më sot që ju keni fëmijët tuaj, të vini në kishë rregullisht, të jeni një besimtar i denjtë dhe natyrisht ju përcjellim edhe atyre të rinjve këtë lloj mesazhi, që mos largohemi nga kisha, nga kjo derë e shenjtë. Po, si që fola edhe ma parë rolin e kësaj kishë pra në këtë komunitetin tanë, pra në për shqiptarët këtu në Podgorisë që luan një rol të madh që ata edhe vetë në banë edhe ma fort madh. Mirë po, ana tjetër ku do t'jem sot koha e some, do me thënë, fëmija kanë shumë gjana që i bela i ikë edhe kinë me gjithë ma për qefit të në se me i largu. Por kjo është aty ana edhe shpirtnore, edhe shoqnore, edhe që nuk mujnë me pas kur humje për asaj. E tha që dhe ma për parë se mund t'i vrejmë vërse këtu pra në këtë famullin tonë shumë tri, që janë rritë, vinë, afer edhe janë afer të kishët, mund të merren shembull për shumë gjana. Pra, këtu vërse mund të mësohet diçka, mund të ruhet do gjana, tradita, si ajo shpirtnore, si ajo familjare e gjana mund të merren pe këtyn, pra pe kishën. Atëherë natyrisht do doja dhe një urim drejtuar të gjitha atyre të cilët janë duke na ndjekur me rastin e festës së Krishtlindjes, cili do ishte urimi nga familja Uikaj. Po, s'parit i herë kisha me dasht me thanë, do me thanë, të qilim venin e Zotit aty ku të tjetë në zemra tona, por edhe mos të drym, nëse Zoti është dashuri, pra, është dashuri, mos të mbyllim ata, mos të drym në vetin e me rujt atë dashurin në verse për veti, po të hapim edhe në familjen të përcjellim, edhe në familjen, edhe në rrethën, edhe në shoqnin, edhe në gjithë, edhe në veçanarisht, për shembull, edhe tek gjithë ata që nuk na dan kur gjë, verse mënyra e besimit, pra tek Zoti, tek tim mos tjetë festa ajo që të na largojë, por tjetë festa ajo që na bashkon. Nëse festa na bashkon, atëna na bashkon edhe vetë Zoti. Nëse Zoti na bashkon, atëna nuk ka dorë e kuj që muj me na largu. Do t'jem gjithmonë ma afër e man pranë njëri tjetrit. Pra, si përfundim dua gëzuar me shnet, gjithet që gëzuar me shnet e me gëzime e me të mira, në zemra tyne paqin paq, gëzim, lumturi e dashuri, ashtu si u dëshon zemra e qefi i tyne. Neve së mbetet tjetër vetëm t'ju falenderojmë, t'ju urojmë edhe juve me shnet Krishtlindjen, ju urojmë shëndet dhe gjitha të mira dhe natyrisht të takohemi sërish për festa, gëzime dhe gjëra të bukura, të bisedojmë dhe të kalojmë momente të bukura. Shumë faleminderit edhe një herë nga zemra që gjetët kohën dhe na dhuruat shumë emocione këtë natë feste. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Atëherë shikues të nderuar, faleminderit edhe juve që jeni duke qëndruar me ekranin e televizionit Vojë. Natyrisht vazhdoni të qëndroni me ne, duke qenë se kemi një program jashtëzakonisht të larmishëm sa i përket festës së Krishtlindjes. Bashkë mirupafshim.